Limit që ai duhet bënte dhe ku do strehoj qoftë edhe përkohësisht për të shpëtuar ndjekës policore. Minimalisht një eskort e shoqërimit të personave në gjykata apo në spitale apo transferimin nga një njësi në njësi tjetër ka një protokoll sigurie, ka një protokoll të shoqërimit. Ka dhe një planizim. Kush i planizon mjetin, cili është mjeti, numrin e forcave, sa është numri i forcave, mjetet që do të kenë, pistoleta, shkopat e gomës, prangat, nëse do të kenë antiplum, sepse personi mund të jetë i rrezikuar edhe gjatë të transferimit nga burgu drejt spitalit. Mund t'i bëhet prit, mund ta bllokojnë mjetin, mund të ndërhyjnë për ta shiruar dhe për ta marrë. Mund të ndodhë që grupe të tjera rivale mund ta eliminojnë. Pra, mund ta eliminojnë gjatë rrugës, mund ta eliminojnë tek spitali dhe mund ta eliminojnë tek pika ku bën shërbimin. Pra, shikoj se ka disa rrisje para se të marrësh një masë dhe para se të marrësh një masë ta planizosh këtë lloj masë sigurie. Pse nuk është njoftuar drejtoria e policisë? Pse nuk është njoftuar drejtoria për gjysmë e burgjit? Paktën ka një deklaratë, flas gjithmonë duke analizuar fakte. Pra ata thonë që nuk kemi pasur informacion. Për t'i hequr prangat një personi duhet një njoftim, duhet marrësh një autorizim, duhet marrësh një lekë. Moment që duhet lexuar me kujdes. Çdo gjë duhet lexuar. Fakti që edhe nga automjeti i ambulancës del gjithashtu pa pranga, pa diskutim që të lë vend për të ngritur pikë pyetje. Pa pranga në momentin që del nga ambulanca. Pa pranga, po themi dhe në momentin që është tek klinika. Pa pranga në moment që del dhe lirshëm vrapon dhe kishte një fizik të mrekullueshëm. Mënyra si vrapon tregon që ka gjendje fizike, i cili është element që mund të ishte i rrezikshëm dhe për vetë punojës e policisë. Në mund t'i rëmbente armën një punojës e policia, mund t'i akthente armën punojës e policisë, mund të merrte pengjen në spital, mund të krijonte situatat e paparashikuara në një ambient civil. Pra gjitha këto janë rrisje dhe si tilla duhen analizuar. Dhe kur themi analizë, pastaj nuk vjen tek ajo që themi pezullimi i zinxhirit dhe masa administrative. Kjo është minimumi. Tani kemi gjithë ato arrestime ditën e sotme, në kuadër të këtij skandali, sikurse edhe në fakt është cilësuar, se nuk besoj që mund të vendosim një emër tjetër. Por ajo që nuk kemi sot është ende kapja e Altindocit. Pra fakti që ky person vijon të jetë ende në arrati, softa duke marrë parasysh edhe situata ndoshta të së shkuarës, po edhe atë se çfarë shohim nga elementet e sigurisë në të tashmen, edhe sa gjatë do të qëndrojë Altindoci në arrati? Nuk është çështja sa gjatë do të qëndrojë. Ekziston mundësia që së shpejti ai të kapet nga policia? Shiko, nga momenti që ka ikur dhe deri në momentin e kapjes, ajo që unë ndjej shqetësim është nëse ka dëshmitar, si do të ndjehen ata? Pra dëshmitarët do të ndjehen të tmerruar. Pra një person që janë dëshmitar, një person për cilën ti ke bërë dëshmi, është jashtë mureve të sigurisë. Dhe kjo e dëmton shumë çështjen dhe hedh frikën dhe besimin që dikush tjetër nesër, nëse duhet dalë dëshmitar, sa i rrezikshëm është. Sepse burgu i Peqinit tregoi që kur duan të ekzekutojnë dhe brenda burgut të ekzekutojnë, përfutet arma të ekzekuton. Gjyqtari në sallën e gjyqit mungoi prapë dhe çdoi sistemi i sigurisë ose protokolli i sigurisë. Hyn brenda me armë, bën ekzekutimin, pret tek dera, njofton policët, ja ku jam, më merrni se unë e bëra vrasin. Rasti i aeroportit tregoi edhe një herë që shikoj edhe element sigurie të pikave të aeroportit nuk ka. Shumë pranë se në rasti i largimit kur personi lihet me dashje apo pa dashje, me qëllim apo pa qëllim, në ato kushte, është shumë e thjeshtë, është para menduar që edhe të jetë e tillë. Nuk besoj se institucioni i burgut të Durrësit është një SHPK. Nuk është një institucion privat, tregtar. Është një institucion i zinxhirit sigurisë, të elementëve të sigurisë kombëtare. Dhe një institucion që vepron në mënyrë të pavarur, pa njoftuar drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, pa njoftuar policinë e shtetit, pa njoftuar, nuk e di, morën autorizim apo jo nga struktura e posaçme SPAK, sepse çdo lëvizje merr dhe një autorizim. Ne pam që rasti i kryebashkiakut për të vajtur në një seancë dëgjimore duhet marrë leje nga struktura. Për takuar një person apo familjar duhet marrësh leje. Pra nuk mund të jenë dorë të një institucioni i cili mund të jetë i pavarur në këtë formë. Edhe institucionet e pavarura, qoftin edhe biznese, prap ka një varësi indirekte nga institucionet shtetërore. Nga tatimet, nga krimi ekonomik, pra ka shumë faktorë.
Jo më një institucion sigurie si që është